Reformat që janë ndërmarrë për integrimin në Bashkimin Evropian dhe ecuria ekonomike janë dy pika kyçe për të konfirmuar notën BA3 që agjencia Moody's ka vendosur për Shqipërinë. Vlerësimi BA3 përkon me një ekonomi me të ardhme të qëndrueshme, ku rritja e ekonomisë do të jetë 3.8% në vitin 2025 dhe 3.4% në vitin 2026. Në raportin Moody's vlerësohet edhe reduktimi i borxhit, i cili do tulet nga 57.5% në vitin 2023 në 53.7% deri në vitin 2026. Ndërkohë rëndësi u jepet edhe reformave për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, nga të cilat Shqipëria do të përfitojë nga financimi dhe përputhja e ligjeve me Europën. Vlerësimi Moody's është një sinjal pozitiv edhe për investitorët ndërkombëtar, duke reflektuar qëndrueshmërinë ekonomike të vendit dhe menaxhimin efektiv përballë sfidave globale. Në raportet periodike mujore për vendin tonë, ky është rishikimi i dytë në rritje brenda një viti për ekonominë shqiptare.